e politikës shqiptare. Cila ka qenë dhe është marrëdhënia juaj me Sali Berishën, zonja Açka? Shiko, jashtë politike, ka qenë një lexues, e kam mahnitur, jam e mahnitur nga mënyra si lexonte librat. Pra njëri që lexonte libra, kjo ka qenë lidhja ime me të. Në fakt, edhe unë se kam thënë asnjëherë, më pyesin njerëzit, pse ti nuk u përfshive me Berishën? Unë kam një arsye shumë të fortë, që lidhet me rinin ton të parë, kur unë kam qenë gazetare. Për shkak të një artikulli të vogël që shkruam ne, sa kishin ardhur në pushtet të djathtë, ne jemi persekutuar unë dhe kolegu im gazetar, Bujar Hudri, ato kemi parasysh fjalën e lirë, ku je. Dhe ne detyruam hapëm një gazetë të re ku je, akoma madje kam ato të pres, po sigurisht kam qenë disa muaj gazetare dhe kanë qenë muajt ndër më të bukurit e jetës time, se këto kujtojnë se ka lindur tani gazetaria ka lindur shumë herë, gazetaria pavarur po flas, më kupton? Në fillim të viteve në 90 dhe disa muaj jemi persekutuar mbase Berisha nuk ka lidhje. Por regjimi që ngriti ai. Në vitin 1993 po flas. Me muaj të tërë. Çfarë pat? Policit aty, çfarë ishte? Të gjitha erdhën për të na futur që të gjeshin qoftë një gjë të vogël, një maj lapsi e vjedhur e grabitur një kot me gjetë një arsye, me fut në burg dy gazetar që menduan një gjë, që një librashitës që edhe pse ka qenë komunist, nuk e pse dhunon. Ne bëm një shkrim të vogël në gazetë për një librashitës në Elbasan, që ai ishte dhunuar nga policia. Kush janë këta që guxojnë dhe shkruajnë kundër policisë tonë? Kush ishte autori i kësaj reprezalie ndaj jush? Shteti pra. Po jo, kush ka në emër? Shteti i Sali Berishës. Unë e kisha akoma hijen, traumën e 93-shit. E kishe? Po e kisha po. Dhe në moment që u kthye, është një gjë që e di, është një solucion, një tretësirë që e kam pirë një herë. Kështu që kjo ka qenë, nuk kam qenë e qartë që nuk do të ndodhte. Unë u gënjeva që është e vërteta, se mendova, zoti Basha ka studiuar në një shkollë që unë e di, është ku më aman më? 200 metra larg shtëpisë time në Hollandë, në shkollat më të mira në botë. Dhe mendova, ky njeri i shkolluar. Ju duat kur ishte Jo, unë e kam njohur shumë vonë. Jo, nuk e kam. Shkuat ju në Hollandë, në vitin? Unë kam qenë në Hollandë në trajektore tjetër jetës, ka lidhje fare. Ai çfarë bënte? Ishte student, dhe unë e kam njohur shumë vonë. Jo, më fal edhe një herë, kur shkuat ju të jetonit në Hollandë. Po. Luzim Basha kishte mbaruar studimet? Nuk e kam parasysh tani vitet. Po me çfarë merresh aty? Po nuk e di. Unë kam qenë në jetën time, e martuar me një holandez në jetën time. Po kur u ktheva, ose kur si ka asnjëherë, sepse kam ikur ndonjëherë, kam ikur dhe kam ardhur, kur e pash në politik, u gëzova për faktin, flas për 2005 dhe më votë. Vetë personalisht e kam njohur në 2015-ën, në Panajër, që vinin këto vizitonin Panajër. Kështu që e kam njohur vonë, nuk e kam njohur zotin Basha. Këtu. E kam njohur Panajër Basha 10 vjet më vonë mbasi hyri në politikë. Domethënë e kam njohur shumë vonë zotin Basha. Ishte ai që ju ftoi ju? Jo, ai po, ka qenë ai, jo vetë ai, po domethënë shpura e njerëzve që kanë qenë në Nuk të ka bërë der ty, ka nderuar vetëm. Nuk e di këtë gjë, mund të them se respekt ka qenë. Po ta them unë më. Sepse ka njerëz si flutura, njerëz të mrekullueshëm me karrierat e tyre, do të ishte mirë sa më shumë të pranojnë, sa më bujare të jetë politika me ta. Aq më shumë do ta zbusin veten. Por ata nuk i duan. Pse rezultoi kështu Luzim Basha? Nuk i duan. Dhe që ta mbyll këtë zotit Basha, unë besova që zoti Basha, domethënë ishte këtë staturë europiane, kam besuar vërtet. Dhe prandaj kam hyrë në politikë. Se aty kam pas ftesa 93-shin, 90 më vonë. Gjithmonë nga PD? Disa herë. Po nga PD. Po nga PS? Nga PD, se kam qenë i qartë. Jo. Po nga PS? Vokacioni ka qenë i qartë. Asnjëherë. Ka qenë i qartë vokacioni. Jo. Kështu se Edi Rama mund bënte kapërcime kështu. E bën. Atë ka bërë ftesë? Jo, nuk ka qolluar, jo. Jo, sepse do të jem sinqert. Jo. Ajo që di unë mund të jetë dhe kështu kramarje, mund të jetë dhe një formë, mënyrë të thënëri, sepse janë mjeshtra për të thënë gjërat. Më ka thënë zonjë. Janë specialista. Ashtu, po, specialista. Zonjë, ju nuk e dini, po ju jeni një parti të gabuar. A të ka thënë ty? Po, në parlament. Jo, Rama vetë. Po, disa. Zonjë, ju jeni në partitë e gabuar? Një parti të gabuar. Kjo është ftesë, po se. Zonjë, ju jeni në parti të gabuar. Po, kjo është ftesë, po se, hajde në PS. Sikur flutra çka të bënde në një ftesë Edi Rama kështu, flutra hajde në PS. Jo, nuk mund të ndodh. Nuk ndodh. Tani vim përsëri te Berisha se nuk ka qenë kjo çështja. Ti jem deputete, pse kjo është? Qartë. Kalojmë tani përsëri te Berisha se Por që ta mbyll këtu se ka shumë rëndësi. Më vjen mirë që socialistët janë shumë të ndjeshëm ndaj fjalëve edhe të opozitarëve.
Me vërtet? Jo të shergjive. Me vërtet? Jo të shergjive. Ma vërtet të njerëzve që flasin. Ma vërtet sepse unë di disa projekte të cilat unë i kam shprehur si kryetare e Komisionit Medias, të Kulturës, sepse komision me shumë punëra të arsimit, sot po zbatohen në Elbasan. Janë hapur fondet për revitalizimin e Kalas, të disa muzeve. Një sekund, ti marrë me radhë. Do të thënë, ti ke parashtruar unë kam thënë ato që do bëja në parlament unë kam thënë që duhet bërë kjo. Çfarë ishin këto? Mund të Unë kam thënë në komision. Unë kam thënë në komision. Kur ka qenë Ministrja e Kulturës, por dhe kur ka qenë Ministri i Arsimit, si elbasanëse. Patjetër, e kam përkuar si elbasanëse. Dhe kam thënë pse është dëmtuar, pse nuk e ktheni muzeun e Kongresit Elbasanit. Pse? Gjeni format, blini. Gjeni format, është puna juaj. Dhe çfarë bën socialistët? Kam përshtypjen se tani duan ta revitalizojnë tërë. 2. Përse nuk kthehet në zonë muzeale? Godina Kongresit Manastirit, Kongresit Elbasanit, bashkë me kishën e famshme të Shën të Bukureshës së asaj të fjetur, të Shën Marisë së fjetur, dhe i kam shpjeguar dhe këtë gjë. Në komision. Që Godina në komision, Godina ngjitur me godinën e Kongresit Elbasanit, është shtëpia ku shkonte Abdyl Frashëri. Mirat Frashëri. Tek familja Kennedy, sepse familja Kennedy, të famshme të Kennedy-t, i dini ju, kanë jetuar më përpara, flas për 14-ën. Edhe me herësit, kanë qenë në Elbasan, dhe ajo godina... Për malarjen e fondacionit famshëm. Jo, po kanë ndihmuar shumë nga Kosova dhe Dibra që u mbush, ajo që themin e sot Fushmëreti, janë të 14-ës, të bartur me 14-ën, dhe këta kanë qenë mecenatët, i kanë ndihmuar me bukë. Dhe çfarë doni ju ta bëni këtë? Kjo të bëhet një muze. Është ngjitur dhe burgu ku kanë qenë 4 muaj, 2 oficer holandez kanë qenë të burgosur. Kam përshtypjen se tani po vijnë projekte, por këta nuk kanë transparencë që dhe ti marrë të japësh në këshill. Tjetër, 3. Për shembull shtëpia e Kosani Kristoforidit. Sigurisht nuk është ajo, sa ajo e para është prishur, po ngjitur aty është një shtëpi ku kanë ndëjtur disa kohë. Duhet bërë. Muze. Pra, duhet konceptuar Kalaja, e Lefnosit e të tjerë. Si e Lefnosi, jo prit të Lefnosi ka dhe një histori me një zonjë skoceze. Pastaj është dhe një tjetër gjë që është shumë e bukur. Cila? Është shtëpia e Hazllukut. Margaret Hazlluk. Që ne i themi në Elbasan, i themi shtëpia e Angleskës. Me nga gjyshja ime, ku kalonim aty me gjyshën time. Ju lutem regjia foton e Angleskës. Kështu i thrisin në Elbasan. Angleska, shtëpia e Angleskës, po. Mira, ju ishe skoceze? Është skoceze me origjinë. Mbase po. Po Angleska, ashtu i njihnin tani. Ashtu i njihnin, ashtu i thonin. Shtëpia e Angleskës. Do të thënë edhe sot ti shtëpia e Angleskës. Për shembull gjyshja ime i thoshte shtëpia e Angleskës. Dhe ajo është. Po mirë, ti aty është shtëpia juaj? Unë jetoj, domethënë shtëpia ime, shtëpia ku jam rritur e nga ku jam larguar, dhe është akoma shtëpia ime, e prindërve të mi në Elbasan, që është mbashkë në universitetit, në atë rrugën e Blireve, që thon rruga e Blireve, një nga ato shtëpitë e para në universitet është kopshti, është një kopësht, ajo është shtëpia e Angleskës, është akoma shtëpia, një shtëpi shumë e bukur. Do ju e keni ideuar për çfarë? Ajo do të ishte një muze shumë i bukur i Angleskës. Se lidhet me Elbasanin. Tani socialistët po e bëjnë këtë, se ata falin e bëjnë. Këtë nuk e di të Angleskës, po unë i kam thënë këto gjëra i kam shprehur dhe kam përshtypjen se këta mbajnë shënime. Dhe po e rivitalizojnë tani Kalan. Ne kur do ta lexojmë një roman? Jo vetëm kaq, për Angleskën. Jo vetëm kaq, por këta duhet të bëjnë te rruga Ignacia, kanë qenë dy stacione të rëndësishme. Këta duhet i rivitalizojmë këto dy stacione të rëndësishme të rrugës Ignacia që lidhen me Elbasanin. Po çka kanë bërë tani? Duke bërë këtë të Formula 1-s, so-called kinse Formula 1, se s'bëhet ajo gjë, këta tani po e shkatarrojnë pjesët gjurmët e rrugës Ignacia për shkak të kësaj, që është Busheku i famshëm, Buz Eshku i famshëm, që e përmend Evlia Çelebia, që si keni parasysh, flet për Buzeshkun, që thot nuk e fut do 3 herë gishtin, thot, sepse aq i ftohtë është këtë e pash gjatë fushatës elektorale, po bënin një miting aty te Busheku, dhe nuk jepnin fare surrounding. Do të gjitha këto zonjë që ju keni parashtruar që duhen bërë, socialistët kanë mashnim. Ta i grabisnin, s'ka gjë, janë në pushtet, le t'i bëjnë. Këto ishin idetë e mia, po të vinim ne në pushtet në 2021. Po pse si kishte PD në programet e saj? Këto ishin disa projekte të mia personale për Elbasanin, si deputete e Elbasanit. Në qenë se nuk erdhëm dot në pushtet në 2021, i kam parashtruar në komision. E kam pas për detyrë, ti them. Po sigurisht. Kisha pse ti mbaje për veten time. Rëndësi ka të bëhen. E të bëhen mirë dhe pa u grabitur. Të bëhen mirë.